Dëshmitar, të akuzuar në këtë çështje penale janë Naim Nurseli, Granit Plova dhe Kushtrim Kokalla. A jeni në raporte farefisnore me ndonjërin prej tyre? Jo. Jo, po me palën e dëmtuar kemi në sallë të dëmtuarin Leonarda Dema. Jeni në raporte farefisnore me të? Jo. Nuk jeni në raporte farefisnore me asnjërin palë. Atëherë, konforminet 126 kodit procedurës penale njoftoj me të drejtat dhe obligimet e juaja. Ju nuk keni detyrim u përgjigj në pyetje të caktuara me të cilat e veni vetën ose ndonjë antar të familjes, para turpit të rënd, dëmit konsiderueshëm material apo ndjekjes penale. Po ashtu ju njoftojmë se deklarimi RAM është vepër penale dhe ndigjet sipas kodit penal të Republikës së Kosovës. Konformeni 338 paragrafi 2 të kodit procedurës penale, unë ju them tekstin e betimit ju përsërisni pas meje. I ndërgjetshëm për rëndësinë e dëshmisë time dhe përgjegjësinë time ligjore, solemnisht betohem se do ta them të vërtetën dhe vetëm të vërtetën dhe nuk do të fshij asgjë për cilën kam dënim. Mirë, atë shikimin e mban ka trupi gjykues, prokuroria e shtetit do t'ju filloj me parashtrimin e pyetjeve pas që jeni dëshmitari prokurorisë, po pastaj palët sipas radhës, por ajo që është e rëndësishme ju të dini shikimin e mbani ka trupi gjykues dhe prisni derisa pyetja t'ju parashtrohet në tërësi. Po, prokurore, nëse jeni gati? Dëgjueset, sepse përkthim do të keni në pyetjet prokurores. Zotri Luka, ju në lidhje me këtë rast, me datë 15/12/2023, keni dhënë deklarat në polici. Znači, sećate se? Do të thot, po ju kujtohet që keni dhënë deklarat. Pošto se sećate... Pasi ju kujtohet që keni dhënë deklarat, a ju kujtohet çka ju ka pyetur policia dhe çka jeni përgjigjur në polici? Da li ostajete pri... Apo qëndroni në tërësi pranë asaj që keni deklaruar në polici? Gospodine, da li ste svesni da ste vi prva osoba... Zotri, a jeni i vetëdijshëm që ju jeni i vetmi person që Naim Nurseli ka biseduar pas vrasjes së bashortës së vet? Vlerëta dhe një herë pyetjen e prokurores tash verbal nëse Da li ste... A jeni ju i vetëdijshëm që ju jeni personi i parë me të cilën Naim Nurseli ka biseduar pas vrasjes së bashkëshortës së tij? Rekli ste da... Keni thënë që po qëndroni pranë të gjithave të cilat i keni deklaruar atë ditë. A mund të kujtoheni? Vetëm pak të përfundon pyetje, se kam pyetje konkrete. A mund të kujtoheni kur ju ka thirrë Naimi, a ju ka thënë prej nga Pothret? Ai kur më ka thirrë në telefon? Ne, kada ste pričali... Në deklarat e kemi që ju ka thirrur e nuk jemi lajmëruar, por kur keni biseduar me te, a ju ka thënë prej nga po ju thret? Kam kujtohet jo. Dobro. Rregull. A ju ka thënë në atë bisedën e parë që bashkëshortja Liridona i është vrarë? Që na kanë gjuhë edhe na kanë mbronë këtë formë. Kur ju ka thunë këtë, a e keni ditur se nga telefoni i kujt po ju thret?
Jo, ka qenë telefoni i tij. Nuk ka qenë telefoni ti. Me sa përsaktësi me dy numra. Samo malo. Vetëm pak. Kada vas je pre toga zvao, a vi se niste javili, on vam je pisao poruke. Po, Da li je bilo sa tog broja telefona? Ska, vetëm pak, Blerta, përkëthem a kemi? Thonë që nuk ka përkëthem? Para bisedës. Për momentin. Znači, No, o dugme. kada vas je Kur ju ka thirrur për a vi se niste e ju nuk jeni lajmëruar. nakon toga vam je pisao Pas kësaj ju ka shkruar mesazhe. Da li vas je zvao sa istog A ju ka thirrur nga numri i njëjtë? mesazhin herën e parë ka thirrë me një numër në fund është 417, ku më ka dërguar edhe mesazh. Me ka thirë me një numër, i cili në fund ka përfundon me numër 147, Ka 417. 417, më falë. Po, Znači 04555. Do të thotë 045 555 417 nga ky numër. herën e parë me ka thirë me një numër i cili përfundon me numrat 417, po, Dhe pastaj unë s'ju kom lajmëru, sepse nuk e kom njop numrin, edhe isha te komshita të shkum për të najt. Edhe më ka çu mesazh, saktësisht 8:32 minuta, me mesazhin urgent, qele urgent Naimu. më ka quar mesazh ku më ka shkruar Abethojza, qele urgent na Urgent qele, urgent Naimu, saktësisht. urgent qele, urgent në imu. Bëllë, thojzat prokuroria pyti, a është numri, po prokurore nëse mund është edhe një numri, Sa kog broja Nga cili numër je pisao poruke? ka shkruar porosit dhe ju ja keni kthyer? Ju ja keni kthyer. pastaj ka filluar me thirrje me numër tjetër. cilin ju ka dërgu SMS, a ju kujtohet? Prej cilit numër, SMS-in që thot 417 janë ato Po. shifrat e fundit? Po, me- por aty ku ja kom kthy unë është numër tjetër, sepse Mirë, a e din këtë numrin e plot ku e keni marrë SMS-in? A Po. ishte kjo pyetja prokurore? jo, Da. ku e ki kthy tha. SMS. Jo, ku e keni Sa pranuar? kog Nga cili numër kog broja vam je ju ka dërguar mesazhet dhe në cili numër ju ja keni kthyer mesazhet? Nuk po ju pyes për këtë numër, por po ju pyes nga cili numër i ka dërguar porosit dhe në cili numër ju ja keni kthyer porosit, mesazhet. Dy numra. Numri i parë që ceka më herët, është edhe numri i dytë Dy numra. që ka Numri filluar me thirr prap. I parë që është që e ceka më herët, Da. Numri i dytë është me tre numrat e fundit 907. numri i dytë është me 3 numrat e fundit 907. Edhe këtu më kanë shkruar mesazhe. 907. Edhe në këtë numër më ka shkruar mesazhe. A ti lexoj? Po. Në fillim qele, 3 herë. Advokat, sve poruke... Avokat, të gjitha mesazhet i kemi në deklaratën tuaj. Po më intereson, reagovali na te poruke? a keni reaguar në këto porosi? Kad je poslao poruke, vi ste reagovali? Da li sa prvo? A keni reaguar nga numri i parë 045 që ju ka shkruar, apo nga ky numër tjetër? Apo në këtë numrin tjetër? Në këtë numrin tjetër, 048. 048. Në cilat keni reaguar? Unë kam reaguar Në këtë numrin e fundit që ceka me 907 në fund.
kur i kam shkru me fal cili Naim, jam me musafir. Kam reaguar në numrin e dytë, 048. Na koji broj ste reagovali? Poslali poruku. Kad ste reagovali, na koji broj ste poslali poruku? Më falni cili Naim. Cili Naim, se jam me musafir. Cila është pyetja prokurore? Do më thonë që të numër Rekli në ste Keni thënë që keni reaguar në këto mesazhe. Si keni reaguar dhe në cili numër i ja keni dërguar mesazhet? Kao što sam rekao u ovom broju. Nuk ka nevoj me lexu, por sqaronani se si. U ovom broju. I? Dhe pastaj çka ka ndodhur kur ja keni kthyer ju mesazhet? Pra, nuk ka shkru Naimi. Nëse duhet mund t'i ceki tu. Sada možete da navedete. Tani mund t'i sqaroni. Mund t'i theksoni tani. Ma ka kthy Morselo, kur kom pyet cili Naim, Morselo, urgent, një shkrim jo i qartë, ka dash mi shkru urgent, pastaj o valën, Shkrim, jo, po, Morselu, ka qenë një shkrim jo i qartë, ka shkruar urgent, pastaj o valën na kanë vra. pastaj Dobro. valon na kanë vro. edhe në fund Mirë. tjetër. Dhe edhe në fund. Da li ste ga zvali ili ste nešto drugo? A e keni thirr apo keni bë diçka tjetër? Unë E kam këtë të fundit shka të sekem, e kam bo print screen edhe e kam dërgu numrin e tij në WhatsApp, ku kam komuniku ma herët. Për mi vërtetu është Naimi edhe kum pa që s'pishkon mesazhi, pastaj kum thirrën këtë numër. Na što ste mu poslali poruku? Vetëm pak ta shkruajmë prokurorës së Shtetit. Thot unë këtë mesazhin e fundit e kam vë print screen dhe ja kam dërgu Naimit në numrin e parë ku më ka në numrin e Naimit ku Koji broj? Na koji broj, kažete nam? Në cili numër ja keni dërgu? Tregonani. Na koji broj ste poslali poruku screenshota? Në cili numër i ja keni dërguar numrin që keni bërë screenshot? është ta gjej. Sa Slobodno, ne morate da nam kažete broj, nego na... mund të na tregoni numrin, por në cili numrin? A në numrin Naim në numrin privat të Naimit, zyrtar apo cilin? A numër suedez, numrin suedez apo kosovar? Jo numër Kosovë. Por, në numrin privat të Naimit i cili ka qenë numri i Kosovës. A ko je vlasnik tog broja? Da li je bio Naim? Kush është pronar i ati numri, Naimi apo firma? Jo firma, ka qenë se ka qenë i punësuar në firmë dhe ka qenë numri i telefonit të firmës. Firma, pasi që Naimi ka qenë i punësuar në firmë. S obzirom da je bila vlasnik firme. Duke pas parasysh që ka qenë pronar i firmës, dërsa shfrytzues Naim Morseli. Da li taj broj A telefona? është ai numër, atë numër të telefonit, a e ka çlajmëruar firma dhe kur? Po ai numër është Ku po se kur nuk më kujtohet. Sepse kemi në kontakt me IPCOL, Samo malo. okay. Da li je odjavljen nakon Nakon ubistva A është çlajmëruar pas vrasjes së Liridonës? Dhe sa kohë pas? pas vrasjes. Sigurt, po për kohë mund t'jetë ndoshta mas 2-3 muajsh, ose ndoshta edhe më shumë. Sepse kemi lënë hapësirë hetimeve që mi pas përmes miqtarëve komplet. Da li je telefon? Telefoni, aparati telefonik, në të cilin ka qenë numri pron e firmës së njëjtë. Aparati ka qenë i personal. I firmës. Jo, personali i Naimit. Vetëm numri ka qenë i kompanisë. Numri i firmës apo i Naimit?
Apo i Naimit? Vetëm pak pyetjen, edhe njerë prokurore, telefoni, aparati telefonik. Aparati telefon A ka qenë i firmës apo i Naimit personal? Po në bilo. Rekao je broj. Tani pyetja tjetër. Ali aparat je Tani tha aparati telefonik është pronë private e Naimit, ndërsa numri i Naimit. I kujt ka qenë? Thot aparati ka qenë i Naimit, por numri i firmës. Në rregull. Sad da vas posećam na Tani po ju rikujtoj me një pjesë të deklaratës të cilin e keni dhënë në polici 15/11/2023. 12/2023, falni. 12/2023. Kaže, Ku thot, Naimi më është lajmëruar i rekao mi da Dhe se më ka izašli thënë- da nas opljačka. që kanë dalur të na plaçkisin I da su ubili Liridon. dhe se e kanë vrarë Liridonën. 3 tačke. 3 pika. Sećate li se te? A ju kujtohet kjo pjesë e deklaratës? Po, Kur kem Da li vam je baš tako? A ju ka thënë saktësisht kështu? po, na kam plashkit. edhe më duket tash se jam edhe shumë i sigurt, a kanë thonë e kanë vrarë Liridona, apo na kanë vrarë, kjo është njëra nga këto. Nakon što ste vi Pasi që keni biseduar me Naimin në telefon, možete li nam reći šta ste uradili? a mund të na tregoni çka keni bërë? Unë me një herë kom marrë Ja, odma sa Makinën e kom shiut, mile bashkë me të, edhe kam hez në drejtim të asaj zone ku ka ndodhur rasti. E kam thirrë edhe një herë me këtë numër, por më ka thonë që më ka lajmëruar një djalë, më ka thonë që Naimi ka shku vetëm në polici. Edhe Këtë numër që ku më ka kontaktuar, po, Jel vam rekao taj dečko? Ko je on? a ju ka treguar ai djalë kush ka qenë ai? joj, emrin s'na ka treguar. por emrin ai djali nuk më ka treguar. Jel vam rekao Šta je? A ju ka thënë kush është? Najmo njega da koristi njegov telefon. Jeste znali ko je? Pse Naimi shfrytëzon telefonin e tij? Po, këtë ma ka thonë se jam në dyqan, ka qellu kënë dyqan me një farë dyqani aty afër, edhe ja ka përdor telefonin. Afër ngjarjes. Afër vendit ngjarjes dhe Naimi e ka përdor telefonin e tij me ju kontaktu, me më kontaktu. ne ja više pitanja. Nuk kam pyetje tjera, faleminderit. Trima, kemi pyetje? Nëse mundesh prokurore I ndëruar dëshmitar. Me këtu. Po heki se tash. Po, mundesh të shqip flas. Ju më herët deklaruat se Naimi ju ka shkruar disa mesazhe në notën kritike dhe njëri prej këtyre mesazheve është o valon na kanë vro. Nëse mund në shqeto me shtinë thuj sa Po, tringa. po thoj sa është. A është e sakt kjo? Po, Po. Ju më herët thatë se kur jeni vënë dijeni për rastin, e keni marrë veturën e komshiut dhe keni shku në vend të ngjarjes. A është e saktë kjo? sakt. A mundesh me na tregu kënd e ki taku në vend ngjarjes? Ja, jemi veç e mi afru aty kanë qenë polic, Okej. edhe s'ka lënë më afru më shumë. Veç e kum pyet a ka vdek dikush, po ata se më kanë tregu fare dhe me njerë jam largu, se s'kan lënë më najt aty afër. Pas asaj, ku keni shku? Mandej në këthim, e kom pranu një thirrje telefonike prej një policit me 922 numrat e fundit. Edhe më ka thonë që Naimi është mirë edhe fëmijët janë mirë, 2-2. me porosit Naimit.
I cili më ka thënë se Naimi dhe fëmijët janë mirë dhe kjo ka qenë sipas porosisë së Naimit. Po. Mande unë, nëse me vazhdu pra? Po. Kam shku në shpej, kom quat komision edhe kom marrë makinën time, që me s'mi ngarkuat e më shumë. Edhe jam nisën drejtim të stacionit policor. Unë ndërkohë, duke shku më ka thirrë edhe një polic tjetër me emnin Bashkim. Ka qenë 10:36 minuta. Edhe më ka thonë, a mund është marrë në stacion, se duam t'ja komunikojmë Naimit që ka vdekë Loridona, e t'jesh ta ketë dikon të afër vetës. Edhe i kom thonë që po, për vime njëherë. Mande unë e kam shku aty, por kur ata vetëm ndërkohë ja kishin pas komuniku lajmin. Majnë mand, kur kam shku njëherë aty me një zyre të vogël, kishte qenë Naimi, ngushtlova. Ndërkohë erdhi prokurorja e rastit edhe më kërkoi që me liru zyren edhe dola jashtë. Pastaj isha aty në korridor dhe rreth orës 11:30 ndoshta erdhën edhe familja e Loridonës komplet. Saktësisht kam ndajt edhe me Leonardin pak aty në Ngushtlova. Nëse më lejohet më kthy edhe një herë te vendi i ngjarjes gjyqtore me leje. Në deklaratën që e keni dhënë në polici, e cila është pjesë përbërëse e aktakuzës së prokurorisë, keni potencuar faktin se dy pika, jemi afruar në afërsi të vendit të ngjarjes, por policia nuk na la me u afru dhe kam pyetur policin që ishte duke e ruajtur vendin e ngjarjes se a ka vdekur. Më tha se nuk e dim dhe nuk më dha shumë informata. A është kjo e saktë? Saktë, po. A keni qenë në një uri që Naimi ka bler një shtëpi në fshatin Bërnicë? Po. A keni qenë në një uri? Ose a keni mundur ta dini që Naimi në një renon ka vozit vetura të shtrajta, ndërsa në anën tjetër, bazuar në deklaratën që e keni dhënë në polici dhe prokurori, keni potencuar një fakt tjetër që thoni që Naimi ka kërkuar rrogën avans nga kompania destinacioni SHPK Mabetex. Trupi gjykus kërkon nga dëshmitari të rinj? Trupi gjykus kërkon nga dëshmitari që ta riformuloj pyetjen nga përfaqësuesi autorizuar së dëmtuar që ta riformuloj pyetjen, pasi ka parashtruar pyetje të shumë thjeshta dhe kërkon që pyetjet të jenë konkrete. Të jenë konkrete sa i përket objektit të akuzës. Edhe mundësisht avokat në lidhje me ato çka ka dëshmu dëshmitari, që ndërlidhen me dëshminë e tij. Po, avokat ju ndëgjojnë? Gjyqtarë, unë e kam për detyrë me bo pyetje, ju vendosni me leju pyetjet Avokat, ajo. në rregull na për ato, po ju orientojmë që të Ajo jenë objekt akuze dhe ajo çka ka dëshmu dëshmitari. Po, avokat? Ajo kujtohet se gjatë kohës që Naimi ka punuar në kompaninë destinacioni SHPK, veç ta përfundoj. Pjesë e kompanisë Mabetex,
Çfarë veture ka vozitur? Të thënë drejtë nuk më kujtohet sakt. Duket, nëse zgaboj një Range Rover ka qenë, në fund. Mirë është. Duket. Nuk më kujtohet, thot më duket që në fund e ka vozitur një Range Rover. Rekull. A është e vërtet nga deklarata edhe në polici dhe prokurori që Naimi ka kërkuar rrogën avans? Deklaratën e kom dhënë vetëm polici. Vetëm pak dëshmitar ta parashtrojnë. Po ju referova aktakuzës, kërkoj ndjes. Veç në polici, avokat, që Naimi ka kërkuar avans, po? E ka kërkuar rrogën avans, për 1.000 euro. Po, vërtet. Po, është e vërtet përgjigje. Në deklaratën që keni dhënë në polici, keni potencuar faktin se Naimi ka qëndruar në Swiss Diamond Hotel, ku edhe për 2 herat e fundit ka mbetur borxh, për çka edhe është lëshuar fatura. Po, A jeni në dieni, a është paguar ky borxh apo jo? Vetëm pak dëshmitar se jemi s'kombërim, është lodh zyrtarja të shkruar. Kërkoj folje gjyqtare. Po, avokat, se a jeni në dini se a është paguar borxhi, përgjigja thot nuk jap ndjenjë. nuk jam në djeni. Nuk jam djeni, thot. A jeni në djeni se a është pagu borxhi, nuk jeni në djeni. Mirë. Unë s'kam pyetje tjera. Gjyqtarët, po mdohet që Leonardi ka një pyetje, kështu që. Po, Leonard. Atëherë i nderuar dëshmitar, unë jam vllai i të ndjerës Liridona Ademaj. Unë kam vetëm 2 pyetje dhe mundësisht me përgjigjesh me po ose jo. Pasi kemi najt bashk në stacionin e policisë në Dragodan, ju keni deklaruar se keni shkuar së bashku me Naimin për në Svis. A njeni personin e tret i cili ishte me juve? Jo, A është e vërtet që kur keni shkuar në dhomën e hotelit Svis, Naimi ju ka thënë ju Sepse deklarata njëtën Kjo shoqënu me vllavin tem Naimi, që s'është e vërtet. Vetë pak. Kjo është faqe 17. Aty është bërë deklarata e kanon kokallës. Nuk o deklarat e këti. Jo kësi kjo ka o milioner, jo misi milioner. Avokat, në rregull është atë akuza. Po, Jo. në rregull Jo, është atë akuza, sepse Jo, kanon s'është. kokalla është pjesë e deklaratës kanon kokallës. Në rregull që merre Avokat, vetëm pak, ta sqarojmë. Dirë me deklaratën e kokallës. Që e kokallës ku bërë. Prokurori apo thotë që verzioni sërbesht është mirë, Që në verzioni shqip për shkak përkthimit ka mujt me ndodh Jo. deklarata ti e bërë në gjyqtar, që deklaratë për s'ka vonë prokurori, kjo ka vonë Avokat, ju polici. mund ta Avokat, ju mund ta A është e vërtet kjo që për 5 prov? A është e vërtet që ju keni deklaru që në jem Mërseli o milioner? Mirë. Edhe bon pushime luksoze? Jo. A është e vërtet që ju keni deklaruar se Naim Mërseli është milioner dhe bën pushime luksoze, përgjigja është jo. A është e vërtet që ju keni deklaru që Naimi shoqërohet me vllavin e ju? Jo. S'kom pyetje. Luksoze, përgjigja jo. Po, Naim, cila është pyetja?
Përshëndetje, drejtor. Fillimisht e kom një pyetje një ditë para ngjarjes. A jemi takuar në Gërmi mbrëmjen e 28 nëntorit 2023. Po, Me kanë kom qenë i shoqëruar? ne aty jemi takuar rastësisht, sepse unë kam qenë me shoqërinë time, ti ke qenë në tavolinën bashkë ngjitur me familjen e këngëtarës Rita Ora. Kom qenë në tavolinën e tyre, po ngjitur me ta. Më duket ke qenë në tavolinë me ata. S'jam i sigurt se ka kalu kohë. Me ta apo me familjen në fjalë. Apo me familjen e fjallë. Sa mbajnë mend me familjen. Apo me familjen e fjallë. Do të thonë me familjen e Rita Orës e këtë fjallë. Me ta dhe me familjen e saj. Edhe ajo ka qenë prezent. Vetëm pak pyetjen ta, a është pyetja kjo nej? A kam qenë ngjitur tavolinës së tyre? Ose e tha ndryshe. Po, apo Jo, unë kam qenë në tavolinë ngjitur me shoqërinë time. U interpretu se kërë unë kom qenë. Jo, unë. ne aty jemi takuar rastësisht sepse unë kam qenë me shoqërinë time po, kemi qenë ngjitur me tavolinën e familjes së Rita Orës. A është kjo përgjigjja juaj? Po, ku ishte edhe Naimi aty prezent. Rita Orës, ku ishte edhe Naimi aty prezent. Po. Prej cilit vit me njeni mua, drejtor, nëse ju kujtohet? Ndoshta 2010, 11, s'po di. Në atë kohë më duket. Po. Ju e keni njohur edhe bashkëshortën time? Po, shumë mirë. Po. Keni qenë edhe në Suedi te familja ime, te bashkëshort. Po, Gjyqtare përdhoni vrejtje të përgjithshme. avokat, a keni kundërshtim për vrejtje? Po, kundërshtim. Kundërshtim në marrjen pyetje. E kundërshtoj mënyrën e marrjes së pyetje. Pasi që fillimisht është duke i komentuar apo treguar faktet që dëshmitari asnjëherë nuk i ka përmendur. E madje që nuk lidhen as me periudhën për të cilën është ngritur këtë akuzë, duke dashur të dëshmoj fakte që janë komplet jo relevante. Faleminderit. Gjykues pas këshillimit merr akt vendim? Merr akt vendim. Refuzohet kundërshtimi i përfaqësuesit të palës së dëmtuar dhe udhëzohet i pandehuri Naim Morseli që dëshmitarit t'ja parashtroj pyetjet në kuadër të objektit të akuzës dhe deklarimit që ai e ka bërë në cilësinë e dëshmitarit. Le të jetë në kuadër të objektit të akuzës Naim edhe ajo çfarë ka deklaruar dëshmitari. Pyetje, a ke qenë pyetja e fundit ishte, a ke qenë në Suedi tek familja Morseli? U përgjigj? Po? Po. Kam qenë në Suedi tek ju në... Po, kam qenë tek ju në Suedi. Po, naj... Mikrofonin, lëshe mikrofonin? Fal. Po? A më vazhdu? Po, nga 2011 deri në 2023, ne pothuajse vazhdimisht kemi qenë në kontakt, kemi pas raporte miqësore, edhe profesionale me zveti. A keni qenë në dijeni që kom pas ndonjë problem me bashkëshortën time gjatë këtyre viteve? Jo, asnjëherë. Ti kthehemi çështjes më konkret tash. Ju treguat që keni qenë në stacionin e policisë ku unë isha së bashku me fëmijët.
Fillimisht, drejtor, si ishte gjendja ime, a isha i qetë, i shokuar, apo çfarë përshtypje keni? Në ato momente kur kam hyrë në zyrën e parë një herë, më ke do shumë i shqetësuar. Dhe ju i keni takuar edhe fëmijët në stacionin e policisë. Po, kem ndejt 1 orë, më i them, minimum, në sallën e madhe. Vetëm pak, ju i keni takuar edhe fëmijët, nuk patëm pyetje, a është e vërtetë kjo? Po. Po, kemi ndajt rreth 1 orë aty, me ta. Po, ne? Fëmijët, drejtora, kanë qenë dijeni që momi tyre nuk ishte më në jetë. Jo. Sa dush këmë bështë? Falë, nuk të posh, avokat? O përqesh më avokat. Fëmijët kanë qenë djeni që mami tyre nuk ishte në jetë. Avokat, kërkoj falje, po ajo përgjesh ta jo. Nuk të posh, avokat, se isha ka përcjell procesin, nuk ka qenë e qëllimshme diçka, po isha duke përcjell ajo që ka po shkruar proces verbal. Mu i vetëm me dhoni pasu gjyqtar se prapër ka vazhduar në mënyrën e njëjtë që më pyetje. Aha, do më thonë, mbrojtësi përfaqësuesi autorizuar i falës të dëmtuar, avokati Leos Limfnimaj deklaron e kam të njëjtën vërejtje sepse i Pandiori vazhdon të parashtroj pyetje Në mënyrën sikurse paraprake në mënyrën siç e kundërshtova më herët. Dhe se fëmijët nuk janë objekta si shërtimit, as s'kan lidhje me rastin, kështu që kërkojmë që pjesa që nuk ka të bëjë me të akuzuar mos të potencohet për shkak të ndjeshmërisë së rastit. Faleminderit çto. Okej, dëshmitori u përgjigj jo, në rregull. Atë natë ju me dërguat në hotel, drejtor, dhe të nesër me në mëngjes ju erdhët prapë në hotel. Dhe a është e vërtet që ishit ju që porositet mëngjes për në dhomë dhe që pastaj unë nuk e mora asnjëherë, por ishit ju që e porositet. Janë kalu kohë shumë, mund ndodh, nuk mund ta mohoj, po nuk më kujtohet saktë. Ka kaluar shumë kohë, mund të ketë ndodhur, nuk mund ta mohoj, por nuk e kujtoj saktë. Po. Ma vonë, drejtor, ju ma sollet një telefon, një telefon dhe numrin tim e kishit morë nga IPCO prap, dhe edhe një zarf me 2.000 euro kanë qenë, nëse ju kujtohet. Po. Është saktë jo? Po, saktë. Pse ma sollet një telefon dhe numrin tim prap? Ta solla duke u nisë nga ajo që ju kanë plaçkit dhe ju kanë marrë, edhe që mi pas për komunikim. Po. Ju, përveç kësaj, ma vut në dispozicion edhe shoferin tuaj, betimin, i cili qëndroj me mu. Mitar, po që mos pohoni, sepse nuk është ki parasysh, nuk jeni duke bashkë biseduar. Edhe pse na imi po mundohëm me qenë tas njashëm, po mënoj edhe në fakt jemi, jo që po mundohëm jemi tas të pa anshëm, po na i mundohë dëshmitorit pyetjet me ja parashtru jo me ato që ka deklaru në polici, pyete, po. Përveç kësa ju ma vu në dispozicion edhe shoferin tuaj betim në është e sa kjo, përgjigja ishte po let jenë pyetjet, jo në formë konstatimi, po pyetjet që i parashtrohet dëshmitarit që të kemi një përgjigje. Në rregull. Drejtore, atë natë kur ndodhi ngjarja,
Edhe nga restorani ne kemi qenë, kur kom qenë në restorant me familje, a kemi qenë në kontakt lidhur me një takim i cili edhe ju e kishit atë notë? Po, kemi qenë para edhe pas restoranit. Po. Dhe Vetëm para dhe pas atë natë ku ndodhe dhe ngjarja dhe nga restoranti kur kam qenë unë me familje, a kemi qenë në kontakt lidhur me një takim që ju e kishit atë natë? Përgjigja është, po kemi qenë në kontakt? Para se me shkut, sepse e majnë mend kur ka caktu takimin me ata investitor që i takova unë, e ka caktu Naimi, mu më thaj nuk po mundë marë sepse po dalë në darkë me grunë edhe me fëmijë. Po kemi qenë në kontakt? Ju të shkoni në restorant dhe më keni thënë se ju nuk mund të jeni në takim me investitorët që kishim caktuar, pasi që do të shkoni në darkë me familje tuaj. Unë e kom thonë. Po, ju i keni thonë. Ku më keni thënë, po, ju, për juve, ku më keni thënë se ju nuk mund të jeni në takim me investitor, pasi që do të shkoni në darkë me familjen tuaj. A takim që ndërmjetësova une, ju më dërguat një lokacion të vendit ku ju i pritshit ata. Po. Është sakt kjo? Po, restorani rënë. Po. Të cilën atë lokacion unë është dosht me ja përcjell personit i cili ishte me delegacion. Po. Dashur t'ja përcjell personit i cili ishte në delegacion, a është sakt kjo? Po. Drejtor, po. A është sakt që vetëm pak ditë para ngjarjes, unë ju kërkova punë për Lirdonën në ndonjërin nga kompanit. Në hotel, ishte në hotel apo në Lindex? Po, e kem bisedu. Edhe 2 pyetje të fundit i kam. Po, në imut, no? Drejtor, u përmend këtu që unë kisha një pagë nga kompania juaj, ku ju jeni drejtor. A ka qenë ajo paga me të cilën e komojt familjen tyrat të mija të vetmit, apo një nga ta? Sa unë kam pas informat, ka qenë njëra nga. Po, dhe pyetja e fundit, me që dëshmitari tregoi që me një nga 2010-2011, dëshmitar, ju e dini që një nga profesionet e mia ka qenë IT-ja. A është sakt kjo? Po. Ju e dini që për shumë vite kam investu shumë online në domena dhe faqet të ndryshme. Kom investuar shumë online në domene? Po. Domene? Po, dhe në faqet të ndryshme, online. Po, domene dhe në faqet të ndryshme, online. Që kapin vlera shumë të mëdha. A është sakt kjo, po? Po, është sakt kjo, dëshmitar. Po. Nuk kam pyetje tjera, faleminderit, drejtor. Faleminderit, Naimi, uluni. Avokat Skënder, a keni pyetje për dëshmitarin? Granet, a keni pyetje për dëshmitarin? Nuk keni pyetje për dëshmitarin. Avokat Ndrejs Doda, a keni pyetje për dëshmitarin? Mundësisht mikrofonin, alshoni, avokat. Dëshmitari në polici ka deklaru që në momentin kur ka shku në polici, pas ju taku me familjen e të ndjerës, ka thoni personi aty që ka gjetë Naimi. Hajde mos talon vetëm Naimin, kështu pe citoj më shkurt, dhe kanë vazhdu me automjeti i kanë shku në hotel. Kur ka shku në polici, kur është takuar me familjen e të ndjerës, po? Kur dalë për policia, një person që ka qenë afër Naimit e ka marrë ata me Naimin shku në hotel. E ta shpytja është, bashku ma të person me Naimin një shku në hotel. Dhe ai person me Naimin kanë shku në hotel, po? E pytja është, këtë person, prej momentit që ka hynë automjet jujnë, dhe në vendosjen në hotel, a ki bisedu me ta?
Nuk më kujtohet. Atë kujtohet, a ki pyet shpaku Naimin kush është ky person, se on person i panjohtur sipas deklaratës së policisë që kemi. Jo, nuk më kujtohet. Ka pyetje. Faleminderit, avokat Ndrec. Kushtrim Kokalla, keni pyetje për dëshmitarin? Nuk keni pyetje për dëshmitarin. Prokurora, kemi rrimarrjen pyetje? Prokuroria nuk ka pyetje për dëshmitarin, mirë po, duke pasur parasysh që avokati Shamsidin Piraj i ka parashtruar pyetje dëshmitarit, pyetjet të cilat i kam verifikuar tani në akt akuzë dhe në gjuhën shqipe, të cilat fare nuk kanë të bëjnë me deklaratën e dëshmitarit Valon Luka dhe nuk janë të shkruara ashtu siç është thirrur avokati Piraj, e lus gjykatën. Nuk kam pyetje në referim të rrimarrjes, por Shamsidin Piraj i ka parashtruar pyetje dëshmitarit, të cilat i kam verifikuar në akt akuzë në gjuhën shqipe, të cilat fare nuk kanë të bëjnë me dëshmitarin, dhe të cilat të cilat kinse ai është thirrur në akt akuzën e tij, e lus gjykatën që ti krahasojmë akt akuzat në gjuhën shqipe të cilat i ka prokuroria, gjykata dhe avokati, e veçanërisht për faktin se mendojmë se që ky është një tentim i qëllimshëm që të degradohet prokuroria në cilin do aspekt. Faleminderit. Degradohet prokuroria në çdo aspekt. Është çështja e trupit gjykus. Ne harron nuk kam pyetje për dëshmitarin. Gjyqtari Albana, keni pyetje? Po. Është një mikrofon, avokata, do një mikrofonin më. Dëshmitar, jo deklarohet që Naimi kohët fundit ka vazhdit një gjep bremç. Atë kujtohet çfarë ngjyre ka qenë? Edhe njerë atë kujtohet çka? Nuk di ashtu kam disi simptome. Gjyqtari Gent nuk ka pyetje dëshmitar. A keni diçka tjetër për të deklaruar që është e rëndësishme për këtë çështje penale e neve nuk ju kemi pyet askush në këtë sallë? Jo, mendoj që gjitha edhe në deklaratë policie dhe këto. Nuk keni asgjë për të shtuar. Ju mund të qëndrani në sallë, por mund të largoheni nëse keni obligime të tjera. Faleminderit shumë. Jo, nuk kam sfigim. Nuk mund me leju këse sfigime me dhonë që... Avokat. Ndiqo, vesh sekund. Që kujkije deklaratën e kanon Kokallës. Merne, shiqone. Taksativisht është e përshkruar. Që kujki, unë se di ka përshja jo Shqipë dhe qëfarit. Që me rëshishone? Po, deklarata e Kokallës. Është e përshkruar në deklaratën e Valon Lukës. Avokati Shamsidin Piraj. Faqe 17. Deklaron se në faqe 17 të akuzës. Unë se di çfarë akuzë po lexon. Vetëm avokat, ju kisha lut pa komente. Pa komente, procedura penale është formale, nuk ka nevojë Po me thonë që po dojna me degradua këtë akuzën është... Në faqen 17 të akt akuzës, të cilën ne e posedojmë, deklarata kanon Kokallës është e shkruar si deklarat e dëshmitarit Valon Luka.
Po që është 17 pasuesi. Hajde, pa bërë në ta pjeshim. Prokurora, në epni atë akuzën shqipe që keni ju, avokata në epni dhe jo atë akuzën? E kemi në atë akuzën. Avokati, për në interesën atë prokurisë. S'ka nevojë një. Vetëm pa. Valion Luka është 15. I qëtë për këshillit, po. Po, kjo e prokurorës është. Avokat Shemsedin, spori trupi gjykuesi intereson të di këtë aktakus prej nga e keni marë. Juve e keni këtë aktakus që ja ka dhënë prokuroria. Sepse... A ke printu vetë apo prokuroria e kam fizikisht? Ata ne kanë punëve kesh pjesat e lëndën me tjetër me këtë. Elçoje mikrofonin avokat. Specifikisht pyetja avokat është veç për aktakuzën. A e keni pranuar kopje elektronike pasaj? Jo, me shkresa keq të kena pranuar trush. Ajo që ka konstatu trupi gjykues pasi vlerësum të 3 aktakuzat. Vetëm pak avokat. Aktakuza e cila është në gjykat e dorëzuar nga prokuroria dhe ajo që ma dha prokuroria e shtetit është komplet është tërësisht e njëjtë. Ndërsa në aktakuzën që ju e keni mungon deklarata e kanon kokollës. Kjo është për atë dhe, do më thonë, kjo është ajo që ju po pretendoni, për ndryshe aktakuzat... Pjesa printimit e te. Do më thonë... Pjesa printimit, pjesën e aty dhe ka morë ka qita. Ko të bëj, po e obligojnë prokurorën që ta jep edhe një kopje tjetër. Po identike do të me qena moj këtë qështë është. Mirë po të... Vetëm pak. A mundën? Ista optužnica, isti predmet. Aktakuza e njëjtë. Ju lutem në proces verbal e të hyj kjo. Iste optužnice. Aktakuzat e njëjta. Sve kako je Të gjitha ashtu siç është incizuar për njërin, është bërë, janë incizuar në hard diska edhe për avokatët tjerë. Do të thotë. Herë të ringës për proces verbal se nuk për ndërgjoj. Nuk për ndërgjon, deklaron. Edhe njëherë... Ato që apo të të prokuroria? Ata, përsërit e blerë. Që sve kako je pripremljen materijal. I tër materiali, si që është pregatitur për një avokat, edhe për përfaqësuesin e palës së mbrojtur, janë përgatitur për të gjithë të tjerët. Tani kemi dëgjuar edhe zotri Gojanin, i cili i ka të dorëzuar aktakuzën e njëjtë si prokuroria. Aktakuzën e ka të njëjtë. Isto izjavila još trećina strana da je sasvim u redu. Të njëjtën e ka deklaruar edhe përfaqësuesi i palës së dëmtuar, avokat Drecaj, a është edhe të ky e njëjtë? Teknike, edhe në supozimi si ka drejt kolega apo prokuroria. Në rregull, Ska kurfar pesha për bu. në rregull. Jedino odbrana. Vetëm mbrojtja Prvo okrivljenog e Naimur të pandehurit të parë Naimur Seli, gjithsesht avokati Piraj, avokati Piraj se pozvao është thirrur na to da që optužnica nije aktakuza u redu. nuk është në rregull. I na te okolnosti Dhe në ato rrethana postavljao pitanje i ka parashtruar pyetje dëshmitar Valon Luka, koje të cilën nisu bile upisane kao të njegov cilat nuk kanë qenë të shkruara si deklarata e tij. Prandaj, predlažem sud i propozoj gjykatës
që pjesën e cila ka lidhje me marrjen në pyetje I pitanja koje dhe su pyetjet upućene od strane të njega, cilat janë drejtuar nga ana e tij, svedoku Valjon dëshmitarit Valjon Luka, izuzme iz zapisnika. ti heq nga proces verbali I shqyrtimit të sotëm. Mikrofonin gjyqtare, kur që s'po ndëgjohet, edhe një për fillimit të sus. Në sesionin e pasdites do t'i trajtojmë këto çështje të parashkruara sa I përket akt akuzës që u ngrit tani në këtë seancë, tash po shkojmë në pauzë, shihemi në sesionin e pasdites, do të vazhdojmë, e kemi dëshmitarin Kanon Kokolla, është po dhe dëshmitarin eventualisht shohim për Shaban Murselin edhe një herë. Është ora 11:24 minuta. Në 13:15 vazhdojmë me sesionin e pasdites.